buxheti keq, jo mirë, asnjë projekt për energji, asnjë projekt për minjera, vetë subvencione transfere. Po flas për këtë fushën tem. Universiteti i Prishtinës për shembull tha, nuk kam buxhet mjaftueshëm, shumë agjencione tjera, bordi ku e di KPM, bordi RTK-s, po më zgjat se ato janë gjërat që i komunikin ku vend, po nuk janë që janë fusha janë. Buxheti. Çështja e presidentës është zvarrit. Çka kena bo për 28 dhjetorit? Çka është bo për 12 shkurtit? Rritja pagave, rritja shtesave, rritja kjo, kitë konsum, veç po sillon parat. Dhe ato para, po nxjerrin jashtë, për import. Po. Ato para nuk po hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik. Makro Po, veç nëse se s'ka makro zhvillim fare, nuk po kuptohet. Për shembull, unë kam taku në tre, që thot unë marr subvencion për fëmijë, në rregulla, që thot unë kam përfitu për superpunës, se edhe kom marrë dhe s'kom punu, që u bo kja skem kështu, e kam thonë edhe më herët, edhe që thot që unë i marrë edhe këto shtesat 100 për vota. Edhe si pasaj, ja del ka gjamije me jetu, me këto. Po kur i them që është bo për arsim, që ka bo për shëndetësi, për arsim më tha s'ka pas kohë, e për shëndetësi nuk ja kish i din, se nuk i ka ra për te ma shumë u konë fatmirësisht e smut. Pra, me këto shtesa subvencione nuk po kuptohet që ato krejt pa harxhu, nuk po kuptohet që parët e buxhetit janë edhe për investimet të kapitale.